Të dashurit e me, një person një dit e pyeti profetin Muhammed alayhi salatu wassalam dhe i tha: cili njeri është më i miri ja Rasulullah? E ai tha: njeriu më i mirë është ai që ka një zemër të pastërt dhe një gjuhë të sinqert. Nuk ka më të mirë se sa ky njeri që i bardh këto dy cilësi, një zemër të pastërt dhe një gjuhë të sinqert. Të pranishmit i thanë: gjuhën e sinqert e kuptuam dhe e kuptojmë, por çfarë do të thotë zemër të pastërt? Ne ende e kuptojmë gjuhën e sinqert nga fjalët, nga këshillat, nga retorika, nga kohja që ja jep mexhlisit, ndajës, punës dhe çdo problematike. Mund ta kuptojmë se është një gjë që shprehet. Mirë po, si ta kuptojmë dhe çfarë kuptojmë me zemër të pastërt? Profeti e sqaroi duke thënë: zemra e pastërt është ajo që është e ndershme. Zemra e pastërt është ajo që është e ndershme dhe e devotshme, pa mëkate, pa padrejtësi ndaj të tjerëve, pa mlef, pa inat dhe pa zili. Është zemra që dashuron vetëm të mirën dhe refuzon çdo herë çdo të keqe. Kjo është zemra e pastërt. Sepse gjithmonë kur të përmendet fjala pastërti, neve na shkon mendja nga dytësirat që mund t'i përfitojmë. Zhytemi me diç, e që asnjëri nuk e ka për qefi dhe për meraku. Mirë po, zemër e pastërt është ajo zemër e cila dashuron të mirën, e don të mirën çdo kënd dhe çdo kujt dhe për çdo kënd, dhe refuzon në çdo formë dhe në çdo moment refuzon të keqen, të ligën. Pra, zemër e pastërt është ajo që prodhon ndershmëri dhe që prodhon devotshmëri. Një zemër e cila është pa mëkate dhe pa padrejtësi ndaj të tjerëve. Një zemër e devotsh e pastërt është ajo zemër që nuk bart mlef, nuk bart inat dhe nuk bart zili. Kjo është domethënia që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e sqaroi për një zemër të pastërt. Dikun tjetër ka thënë: sikur zemra të zogjve. Zemra të zogjve, të rinjë, që ata dhe ato din vetëm me i relaksu të tjerët nga zëri i tyre dhe nga performanca e tyre që e bëjnë para njerëzve. Një zemër të pastërt të një zogut që din me ushqy vetëm pastërt dhe mos me e lënduan askënd. Është madhështore kjo zemër. Për këtë dashurit e me, në këtë formë, kuptimi shpirtëror vjen ma qartë. Në këtë formë, kuptimi shpirtëror vjen shumë ma qartë. Zemra pastërt nuk është vetëm të mos bëj keq. Jo, nuk është e mjaftueshme vetëm mos me bë keq, por të mbash ndjenja të mira dhe të drejta ndaj çdo kujt. Allah, unë jam i mirë se si baj keq as kujt. Mirë është, po masi nuk i bën keq as kujt, dush mi bë mirë vetës dhe çdo kujt. E mira ndaj vetës, familjes dhe çdo kujt është duke mendu pozitivisht, duke u ofru një dorë zgjatur për të tjerët dhe të njëjtën kohë duke mendu se si me imobilizu edhe të tjerët për ta përkra dhe për ta ndihmu këtë.
Kjo është një zemër. Jo vallaj, nuk është e mjaftueshme është me thonë, unë nuk i baj keq askujt. Elhamdulillah që si ban as keq askujt. Mirë, po duhesh me fillu me bo mirë. Duhesh me fillu me dhonën fret, se një pemë që tër verën e punon, e ujit, mirë, po nuk ta jepën vjesht as një fret, Allah atë pemë du të me shkull, du të me ndru, du të me prunaj pemë tjetër. Gjithat pun duke e bo, s'pako du të më ta dhonë një fret. Kështu është edhe gjendja e atia po e asaj që thët, une nuk bëj keq. Elhamdulillah që nuk bën keq. Dush me bo mirë, duhesh me dhonën do thët fret. E treta, doshurit e mi, historia njerëzore apo e njerëzimit dëshmon një gjë shumë të vërtet të pandryshueshme. Cila është ajo? E vërteta thot, kur nuk luftohet sepse është e dopt. E vërteta, kur nuk luftohet që është e dopt, por sepse është e fort. E vërteta, gjithmonë është e fort. Edhe nëse është të njerëzit që nuk kanë fuqi, ku me ditë se sa për me bo. Ama a e bartin të vërtetën, ata janë njerëzit më të fuqishëm. E vërteta, aja nuk përndiqet sepse gënjen, por sepse zbulon. E vërteta gjithmonë zbulon. E vërteta nuk sulmohet sepse dëmton, por sepse u aprish rehatin dhe rreme atyre që jetojnë me pa drejtësi. Për këtë arsye luftohet shumë e vërteta, se javë prish rendin, javë prish planët, javë prishën përfitimet atyre që me një farforme janë rahatu, do thot aty. As një pejgamber nuk u luftu për shkak të krimeve. As një pejgamber nuk ka bo krim, subhanallah. Por për shkak të parimeve. Kush mbon parime, ai luftohet. Ai nuk çmohet, ai nuk nderohet. Ati mundojnë me mishe me shpirt, mos me jadhon hapësirën e duhur. Pse? Ka parime, doshurit e mi. Për Zotin e lumë. Vesh për këtë arsye, do thot a i luftohet. As një therrës nuk u përsekutu sepse mashtroi, por sepse tha, ata që të tjerët nuk donin, ta ndëgjonin. As një therrës nuk përsekutohet, nuk linçohet, nuk izolohet, nuk largohet, për shkak se ka bën ndonjë krim. Jo, vetëm pse ka thonë dhe e thot fjalën e vërtet, fjalën e duhur, publikisht, për këtë arsye ai nuk është në mesin apo në atë rrethin e atyve busave. Për këtë arsye, kur i dërguari Allahu Dhul Xhelal doli në kodrën Safa dhe i thirri Kurajshitët, askush nuk e akuzoi për gënjeshtar, absolutisht. Sepse të gjithë e njenin sa është el-Amin, e njefnin që është besnik. Por problemi nuk ishte karakteri ti, problemi ishte mesazhi i tina. Këtu ishte problemi. Krejt e njofshin se Muhammed Mustafaja është besnik, është i sinqert, është dashamirës, është punëtor, është i dishëm. Dhe këtu nuk ishte problem. Problemi ishte mesazhi i tina. Ky letrej mirë, po letrej në kasollën e tina. Mos të full. Ky letrej mirë, qashtu ky është i mirë, ama mos del me punua dhe me veprua dhe me organizuan. Ky letrej mirë në kasollën e vetë. Qështu janë të doshtë. I mirë, mos me qelë gojën. I mirë, mos me aposi rejtin kërkush.
I mirë mos me tregu vlera kur njëherë. I mirë rreq aty në mrena. E jo vëlla s'po rrim. Jo pasharizon e Zotit, s'po rrim, sepse të mirën, du të mjavë përqu njerëzve. Njerëzit du të me përqafu të mirën. Këtu është do thot teloshja. Ata nuk kishin problem me karakterin e tij. Problem u bom mesazhi i Muhammed Mustafas. Sepse ai mesazh rrezikon të interesa, rrezikon të pozita dhe rrezikon të trënjosët, çrënjosët pa drejtësia. Këtu ishte do thot që mesazhi i Muhammed Mustafas u cilësu problematik dhe i rrezikshëm. Sikur që edhe mesazhi i sodit që prodhon vlera, që prodhon drejtësi, që prodhon pastërti, që prodhon unifikim, që prodhon dashuri, këtë mesazh dojnë me stagnu me gjitha format. Në xhamia let folni për xhenet, folni për xhehenem, folni për dejjall, folni për gjarpni që është kam jo hongën varr, folni shka du të me pije, shka du të me ngron, folni për që të rrethu shkurit, folni ma shumë për gra, folni për që si sene, me një fjallë mesazh, ky mesazh, folin që aty për xhenet, kush nuk e ka po, vallai, zërmon bajt, ju kam tek, me fol, që si mesazhe janë të dosh me dhonën. Xhamiat e tona janë të dashtën me i paën të kësaj kategorie. Jo, dashurit e mi, xhamiat e tona kanë ndikim, imami ka ndikim, edhe nisem po a them, nuk ka institucion që punon e vepran ma shumë se sa institucioni i hoxhës, i imamit. Imamin e kin xhami, imamin e kin varrim, imamin e kin ngushëllim, imamin e kin darsëm, imamin e kin gëzim, imamin e kin shkollë, imamin e kin mejdan, imamin e kin pun, imamin e kin në unifikim, imamin e kin në ndaljen e gjaqrave, imamin e ki në çdo pore të jetës, institucioni ma i shfrytzueshëm, ma i integrueshëm për shoqërinë tonë shqiptare e më gjerë është institucioni imamit. Pjesë e madhe institucioneve tjera janë për me marrë rrogën fund mujit. Janë për me marrë rrogën fund mujit, e dashtën e nuk e dashtën. Kjo shoqëri don njerëz aktiv që i shërbejnë masës. Dhe masa u ashen hajrin. E imami, a i cili dënë më u kanë imami ndershëm, i sinqert edhe veprimtar edhe punëtor, i dobishëm për të tjerët, që shka thonë profeti Muhammed a.s. Cili është më i miri, thot më i miri është a i cili është i dobishëm për të tjerët, dhe masa u ashen hajrin atyre. Dhe zatën, për këtë mesazh ka nevojë shoqëria jonë edhe masa në përgjithësi. Të dashurit e mi, Tufejli ibn Amr, Allahu qofti kënaqur me të, një ditë e pyeti profetin Muhammed dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, cila është përgjegjësia ime?" Cila është përgjegjësia ime? Shpesh ka njëherë nuk po i dim edhe përgjegjësitë tona cilat i kemi. Aftësia më e mirë, o dashurit e mi, është me i ditën përgjegjësitë e mia në shoqëri, cilat i kam. Prej profesionit, prej misionit, prej familjes, prej pozitës, ku vjen? Në moment që ta kuptosh pozitën tënde dhe përgjegjësinë tënde ndaj shoqërisë, ti jep shumë kësaj shoqërie dhe këtij ummeti. Pejgamberi alayhis salatu wassalam i tha: "Ta përfaqësosh Islamin ashtu siç është shpallur." Përgjegjësia jame si hoxh është me përfaqësu këtë dinë të Zotit ashtu qysh është shpallur, pa interes, duke mos javë përshtat njerëzve, që po ki qef ty më dalë fetfa, qështu na ta marrëm një fetfa tyje, qysh po ki qef, qëfar profesioni, qëfar punë ki, më ju përshtat biznesit tanë, mohabeti, qëfar posti ki, qëfar profesioni këtë? Jo, dashurit e me,
Thuje të vërtetën, ashtu qysh është. Po edhe ti si fetar, me ditë me pak gjendjen, për Zotin e lum ka njerë me tulifarnieri krym punë të madhe, ka njerë me do fetar s'mujna me kry. Kurse besimi është bashkë të ta. Pranverë, haxhi, pranverën e hershme, kur e punojsh me tokën këtyne here, nona po i thot djalit, o birë, del bregjonje një kalje, një plug, me livrue me mbjellarën. Tha po benon vëllai koha, është tash e të mbjellurave, po dal. Dol të ky që e kishte 5 vaktet bashkë i falshin. Jo, la tha s'muj më të dhon kalin, as plugën s'muj më të dhon. Tha, inshallah të ky tjetri, e dol të ky tjetri. A ki mundësive më dhon kalin e plugën të livraj e ta mbjellë e arën, tha ju. Jo, atë nja, u mërzit djali. A dikujna i kërkoj këndim, bashkë këtyve njerëzve që kishin më të madhë. Allah i tha, pashku të Zefi nuk e la. Kish Kojshini katolik. Pashku të Zefi, tha nuk e la. Shkoj të Zefi. Po mërë Kojshi, tha, merre kalin e plugin e, mos e kthe deri sa ti krysh këtë punt. Erë të shpia, tha, i nane kryte, mjellu marën, tha, Allah e shpërbleft ata që ta ka dhonë kalin e plugin. Jo, Allah i nane, tha, nuk ma kanë dhonë, tha, këto muslimant. Tha, Zefi. Tha, inshallah, Zoti e udhëzën Zefin. Shuj non, tha inshallah edhe pak ju, e t'ja shumë i hajrin. Shuj non edhe pak ju, e t'ja shumë i hajrin, se vallaj këta muslimant e me as njoni nuk më bani zgjidhje. Dashurit e me, kemi nevoj, një fetar, një musliman produktiv mëre pak, më ja po hajrin mëre dikush? Ja, në moment, ka njerë pikapin do mlefe, do inate, do zili, do rejtje, një kooperaci e madhe. Allah, kur durën se qela, Zotin a falte na udhëzoft. Të dashurit e me, më e keqja, thët Mustafa Mahmudi, më e keqja që mund të godas një popull, është të jetë pa memorje, pa kujtes. Umetin që e ka plën, mungesa e kujtesës, e harrën të kalumën, e harrën të ndretshmën, e harrën të lavdefshmën, e harrën piknisjen, e harrën bazamentin, ma e keqja që mund të ndollë një popullit, harresa, kujtesa, me fshi me bo dillit all, çdo send kalushme, as gjo s'ka ndodhe mirë, veç pejsodit e knejna janë të mira. Jo, dashurit e me, të kalumën tonë, kemi shumë momente që duhemi me u krenuan dhe duhemi me u lavdruan. Të dashurit e me, thët, shuajën e të kotën, duke e heshtur atë. I dhujtarët kur e shitit kanë thurë poezi nga më të ndryshmet, të cilat e kanë fy Muhammedin a.s. Integritetin, personalitetin dhe mesazhin e tina e kanë fyën. Mirë po çuditërisht, këto poezi nuk kanë bërri deri tek ne. Sepse muslimanët nuk i kanë transmetu dhe as nuk i kanë kushtu as një rëndësi, kështu që ato janë humbur. Për këtë, na muslimanët, thot Mustafa Mahmudi, duhemi fjallën e Hazreti Omerit me e nxirr në pa. Shuajën e të kotën duke heshtur ata, duke mos e përmend. Me gjuhën e asfaltuar të sodit, është mos i bani reklam të keqës. Mos e transmetoni të keqën, vetëm të mirën, duke i bo reklam, duke e transmetu, duke e përfol të mirën, me automatizëm e eliminojmë të keqën. Ama gjithherë duke e përmen vetëm të keqën, vetëm të ligën, vetëm të dëmshmen, neve po hipnotizohemi pak, s'met kërkush në këtë popull, në këtë umet, veç të këqe. Për këtë edhe këtë rjetët sociale, kush i shfrytëzon, mundohoni me nxjerr në pa njerëz të suksesshëm. Njerëz që kanë lënë dhe po lojnë gjurmë të mira pozitive, gjitha profilet.
mundoheni me nxjerr prind të suksesshëm, babalore, nana të suksesshme, bashkëshorte të suksesshme, evlad, fëmijë, vëllezër, motra të suksesshëm, të cilët po japin kontribut edhe mbrana vendit, edhe jashtë vendit. Kemi shumë njerëz eksellenta, janë të mirë, të ndershëm, të moralshëm, këto paraqit një mëremosës, quhen do gazetar, vish do budall në për rrugë i marrin, edhe ta japin për shtypjen që Kosova këtë budall kokan. Pa fije integriteti, pa fije profesionalizmi, pa fije edukate, pa fije vizioni edhe dashnie për këtë vend. Këtë vend ka plot njerëz bujar, dashur, human, kredibil, intelektual, biznismena, sportista, mjek, hoxhallar, për gjithave profileve kemi njerëz të suksesshëm. Për këtë arsye këta duhemi të nxjerrmi mosës përpara. E pesta, thot, të besuarit ton se jeta ka lindur befas nga një shpërthim i universit. Keni po edhe këto debatet, e sidomos në këtë kohën e dimnit ka pak mbledhën e thujnë, po, ka të brashto. Këto veç, rasisht jemi këtu. S'ka zët, s'ka kësi, nuk ka punu kërkosh nuk u interesu, s'na mbikëqyr kërkosh. E kjo Mustafa Mahmudi thot, njëherë ju kam dhonë përgjigje me një simpozium shkencor, thot, kur veprat e Shakespeare-it u analizojshin, e u përfolshin, e u studiojshin. Thot, kjo që po thuni ju, është e ngjajshme, sikur me besu se në një shtyp shkrojnë ka shpërthy një befasisht ka shpërthyen një që e mban ngjyrën. Çka i thojnë, do thot asaj? Edhe ajo ngjyrë shndrun shkronja, edhe ka dal ideja e Shakespeare-it, edhe na sot jemi, do thot, duke i diskutuar dhe mësue studiu. A është e logjikshme? Nuk është e logjikshme vallaj, se du të me shkri men. E njerë du të me shkru me dorë, e tani du të më ta recenzu, do të thot dikush, e du të me quen shtyp shkrojnë, e dujme me botu, e shumë e sene, do thot du të me ndodhen, për me pas në një vepër për para. Edhe kjo që e kemi që e shumë i ne, që është krijimtari e të madhit Allah xhalla shanuhu xhalla xhalalu, nuk është rastësi. Nuk është një bombol e ngjyrës që ka eksplodu edhe u shëndru në shkronja dhe në këtë do thot që po e shumë mirë po është dëshira dhe përcaktimi i Zotit Xhalashanu. Të dashurit e mi, jep një lutje dhe thot, o Zotrinje, përpara gjykatës hyjnore nuk do të bën dobi fjala. Të gjithë do të fshiheni. Secili prej jush nuk do të gjej, përveç një mbrojtje të vetme, e ajo është puna e ti. Nesër kur do dalim para madhnisë Zotit, veç një mbrojtje e kemi, cila? Puna jonë, veprimtaria jonë. Masoj kemi me ufshe, pasoj kemi me shku. Andaj bëni veprat mira, se ajo ko me qenë mburoj, dhe të njëjtën ku ko me qenë ndimtarja ma e madhe do thot për ne. Ku shkoj dynjaja? Krejta ditë kënë me thonë. Po e di be kush jam kanun e në dynja, bre. Çfar ishte zbukurimi, bollëku dhe lavdotat që mi kanë bëhen njerëzit? Ku shkun, ku mbetën sot? Ishte një ditë ose një pjesë e ditës? Ishte një moment i një ditës. Kështu do t'i thot njëri tjetri vetvetes, apo ai keqbërsi do t'i thot vetvetes. Do të pëshpërisin të friksuarit në ditën që nuk bën dobi pasuria as fëmiu. Dhe në atë të nesërme në afërme, edhe na një ditë do t'jemi aty. Për këtë arsye, sa e jemi me frym, veprojmë mirë, flasim mirë, bëjmë i krah i zgjatur i dikuj për të mirë, i zgjidhmi një problematik, do thot dikujna, lojmë gjurmë të mira, të ata që kanë më u lutë për mua dhe për ty një ditë,
edhe kur nuk i ndëgjojmë, edhe kur nuk i shohim. Dhe krejt në fund, shumë herë, njerëzit e thjesht, masat, i lexojnë hadithët, që janë mbi nivelin e tyre. Na sot jemi të pasën këtë problem. Masa, një pjesë e njerëzve, të papërgatitur profesionalisht dhe intelektualisht, po lexojnë thonje jashtë nivelit të tyre. Kja shumë e hull, dashurit e mi, për këtë arsye e kom lanë fond që duhet me u kuptu, sa është mesazh gjigant. Hadithin, nëse nuk e paraqet një dietar i mençur, ose nëse nuk e shoqëron hadithin një shpjegim i qartë që hedh dritë mbi të duke zbuluar kuptimin e kësaj thënie, ndoshta është shkak i fitnës, i sprovës dhe i zhurmës. E sa lloje fillestarësh e kanë bërë, apo kanë bërë keq, dhe i kanë bërë dhe po i bëjnë keq sunetit të Muhammed Mustafas, me kuptimin e dobët të tyre dhe mungesës së vizionit. Kush ato bën zhurmë nga një pjesë e fetarëve? Janë të bën zhurmë ata që leximin apo ndëgjimin e asaj e kanë jo baraz me nivelin intelektual të asaj thonje. Thonja është shumë gjigante. Niveli intelektual i tyre është shumë i cekt. Këta i ngjasojnë sikur këtu poshtë nxehtë, nalt ftoft edhe pa izolume. Çka bëhet kondenzimi i ajrit? Myk. Kështu ato ndodhe me një pjesë të fetarëve. Niveli ju i arritshmërisë së duhur intelektuale, me thonje shumë të larta, po prodhon një keq kuptim të ato thonje. Amani ta praktikojmë fjalën e Muhammed Mustafas që thot, fol një njerëzve në bazë të kapacitetit të tyre. Fol një njerëzve në bazë të kapacitetit të tyre. Në moment që flasmi, lexojmë dhe marrmi në bazë nivelit tonë që i kemi mja pa hajrin. Na duhemi me u shku gradualisht të rritën, jo me njëherë do thot 10 në shkallë. Allahu na përdor për hajër dhe për të mirë. Walhamdulillahi rabbil alamin.